Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Zoti nuk mund të ketë miqësi me një njeri që jeton në mëkat. Ja pse përgjigjja e vetme për të patur një marrëdhënie personale me Zotin është kryqi. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit. Një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Është thënë se problemi në predikimin e Krishtit sot nuk është se si të shpëtosh, por se si të gjesh njerëzit që kanë humbur. Shumë njerëz mendojnë se nuk kanë nevojë për Krishtin. Ata nuk besojnë se janë të zhytur në mëkate dhe se në përgjithësi janë njerëz më të mirë se sa të tjerët. Kështu që në radhë parë këta njerëz duhet të binden se kanë një nevojë në jetën e tyre. Ju e dini që standardi i Zotit është i përsosur. Edhe nëse kam bërë qoftë edhe një mëkat të vetëm, e kam thyer ligjin e tij. Por fatmirësisht nuk jemi të pashpresë. Zoti ka siguruar një rrugë për ne që të jemi plotësisht të falur. Dëgjoj dhe mëso se si kryqi na garanton se borxhi është paguar plotësisht. Borxhi është një detyrim ndaj një personi tjetër. Jam i bindur se pjesa më e madhe njerëzve më kuptojnë mirë, sepse një herë apo një tjetër kanë qenë në borxh ndaj dikujt. Askush nuk e pëlqen borxhin. Është një presion që duket sikur shtohet me kalimin e kohës, dhe zakonisht njerëzit përpiqen t'i paguajnë borxhet e tyre një orë më parë. Por disa të tjerë, që zakonisht janë njerëz të papërgjegjshëm, nuk bëhen shumë merak për të paguar borxhet e tyre. Kështu që dikush tjetër duhet të vuajë si rezultat i paaftësisë ose mungesës së dëshirës që kanë këta lloj njerëzish për të paguar borxhin. Borxhi në kuptimin ton është një gjë që i detyrohesh dikujt tjetër dhe që duhet t'ia kthesh në një periudhë të saktuar kohore. Por ekziston një lloj borxhi që ju dhe unë nuk mund ta paguajmë, pavarësisht nga dëshira jonë e mirë. Ky borxh krijohet në jetën tonë ditë pas dite që nga momenti që kemi ardhur në këtë botë. Disa njerëz provojnë ta paguajnë, por në të vërtetë nuk munden. Nuk po flas rreth ndonjë borxhi material, por një borxhi shpirtëror. Të gjithë ne kemi mëkatuar para Zotit. Për këtë arsye, jemi në borxh para Tij. Njerëzit provojnë ta paguajnë këtë borxh në një mënyrë ose në një tjetër, por e vërteta është se nuk munden. Pasi e shihni se vetmja rrugë për të paguar borxhin e mëkatit është të jetuarit në rrugën e drejtë. Dhe askush nuk mund të jetojë në rrugë të drejtë i ndarë nga Jezus Krishti. Kur Jezus Krishti vjen brenda jetës së njeriut, ai nuk ka më borxhe për të paguar. Tashmë Zoti është kujdesur për ju, duke u paguar borxhin. Por si ta zgjidhim problemin e borxhit të mëkatit? Pikërisht për këtë do të flasim në mesazhin e ditës së sotme, që titullohet Borxhi është paguar plotësisht në kryq. Le të kthehemi së bashku librit të letrës së Kolosianëve. Do të doja që të lexoja për të gjithë ju disa vargje në kapitullin e 2 të tij. Këtu Pali po flet për diçka që ka bërë Zoti për ne. Në fakt, ky është një libër i mrekullueshëm, sepse i jep lavdi Zotit Jezus nga fillimi në fund. Në kapitullin e 2, le të lexojmë nga vargu i 13. Dhe bashkë me të, Perëndia ju dha jetë ju, që kishit vdekur në mëkate dhe në parrethprerjen e mishit, duke ju falur të gjitha mëkatet. Jo vetëm disa prej tyre, por të gjithë. Ai e zhvlerësoi dokumentin e urdhërimeve që ishte kundër nesh dhe ishte kundërshtar dhe e hoqi nga mesi duke e mbërthyer në kryq. Tani kur thot ai e gozhdoi atë në kryq, thjesht po i referohet kësaj. Kjo është eksaktësisht çfarë ka bërë Zoti në jetën tuaj dhe timen, për të gjithë ne që kemi pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton personal. Çfarë ka bërë ai? Në mënyrë absolute, ai e fsheu borxhin ton, na ndau prej tij, na shliroi prej tij, e shkatroi atë dhe për këtë arsye, mëkati ynë nuk është më atje. Ne jemi absolutisht të lirë dhe çfarë bëri ai? Ai e gozhdoi atë në kryq në emër të Jezus Krishtit. Tani me këtë pamje në mendje, duhet që të gjithë ne të shohim se çfarë po thot apostulli Paul këtu, sepse nuk besoj se mund të gjendet diku tjetër në Bibël një subjekt
qofte edhe një i vetëm, kaq i rëndësishëm sa ky që do të flasim sot. Nëse nuk e kuptoni këtë, nuk do të mund të kuptoni kurrë se çfarë ka bërë Zoti që nga fillimi. Nëse nuk e kuptoni këtë, nuk do të jeni në gjendje të kuptoni kurrë pse dhe si e bëri Zoti gjithçka. Nuk do të kuptoni pse njerëzit vazhdojnë të përpiqen të bëjnë më të mirën që të mund të fitojnë shpëtimin dhe të falen mëkatet e panumërt. Kështu që sot, dua të jeni të vëmendshëm dhe të kujtoni se Zoti ofron falje për çdo njeri që dëshiron dhe është gati ta marrë atë. Miq, dua të kuptoni që kryqi është përgjigjja e Zotit për borxhin ton, për mëkatin ton. Dhe gjithë ne e kemi krijuar këtë borxh në momentin që mëkatuam ndaj Zotit. Si rezultat, një dënim po qëndronte mbi kokat tona, sepse ne nuk u mundëm ta paguanim borxhin. Dhe kështu Pali po thotë, kryqi është rruga e Zotit për të përballur me borxhin e mëkatit. Asnjë nga ne nuk ka mundësi që të gjejë një zgjidhje, sepse ne jemi të pafuqishëm për të falur vetveten. Tani vjen pyetja. Pikë së pari, cili ishte motivi kryesor i Zotit kur dërgoi Jezus Krishtin? Shumë mirë, ai kishte dy motive në mendje. Dhe nëse mund të pyes, cili ishte motivi i parë, ose ndryshe, çfarë motivoi Jezusin të vijë dhe Atin ta dërgoi atë në botë që të vdes në kryq? Çfarë mund të jetë gjëja e parë që ju vjen në mend? Cili ishte motivi? Dashuria. Motivi i parë ishte dashuria. Një nga motivet e tij pa dyshim ishte dashuria, sepse shkrimi thotë në Ungjillin e Gjonit kapitulli 3 vargu 16, sepse Perëndia kaq shumë e deshi botën, sa që dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Motivi është shumë i qartë. Dashuria. Por ekziston edhe një motiv i dytë, po kaq i rëndësishëm. Dhe ju nuk mund t'i ndani nga njëri tjetri. Tani, një herë në kaq kohë dikush thotë, mirë, tani më lini t'ua them pikërisht tani. Zoti në të cilin besoj unë është Zoti i dashurisë. Kështu është i imi. Ai nuk është edhe aq i interesuar për gjykimin, drejtësinë, ferrin e gjithë gjërat e tjera. Zoti ynë është Zoti i dashurisë. Ai na do dhe dëshiron që edhe ne ta duam. Dëgjoj shpesh në radio dhe televizion njerëz që flasin rreth kësaj, rreth këtij Zoti që të do dhe që dëshiron ta duash këtë, atë edhe atë tjetrin. Shpesh them, mirë, por harrua diçka, sepse Zoti e dërgoi birin e tij edhe për një motiv tjetër. Dhe për ta zbuluar këtë motiv të dytë, duhet të kërkosh në karakterin e Zotit. Si mund të jetë karakteri i Zotit? Zoti nuk është thjesht vetëm Zoti i dashurisë, edhe pse është Zoti i dashurisë pa kushte. Ai është edhe Zoti i drejtësisë. Ju nuk mund të keni një Zot të vërtet nëse nuk keni një Zot të drejtësisë dhe të dashurisë. Sepse kur mendoni se kush është Zoti dhe çfarë thotë në fjalën e tij, atëherë lind pyetja. Kush është ky Zot? Ai është Zoti i dashurisë dhe i drejtësisë. Ne duhet të mbështetemi tek drejtësia e Zotit. Kjo sepse unë dhe ju kemi mëkatuar ndaj tij. Si rrjedhim ne mbartim mbi supe borxhin e mëkatit. Dikush mund të thotë, pse nuk e fshin Zoti atë? Sepse ai është Zoti i vërtetit. Ai është i vetmi që urdhëroi të paguajë për mëkatin. Dua t'ju tregoj ju dy pjesë të tjera të shkrimit në pak momente që besoj se janë dy nga më të rëndësishme në shkrime, kur vjen çështja në atë që bën Zoti në jetën tonë. Zoti ishte i detyruar nga vetë natyra e tij të gjente një mënyrë që të justifikonte, të deklaronte pa faj, të fshinte borxhin e mëkatit tuaj dhe timit, të na deklaronte të pafajshëm, të na pastronte në mënyrë që të mund të drejtonte sytë e tij mbi ne. Ai është një Zot i drejtë. Por si mund ta bëjë ai këtë? Në këtë pjesë të shkrimit, Zoti na sugjeron se si ai do ta bëjë këtë. Ai zgjodhi të dërgojë Perëndin Jezus Krisht, djalin e tij të vetëm në këtë botë, që ishte pa mëkate, i përkryer, i drejtë dhe i shenjtë, për qëllimin primar të marrë borxhin e mëkatit tuaj dhe timin mbi vete dhe të paguajë të plot borxhin e mëkatit. Si rezultat, në këtë mënyrë dhe vetëm në këtë mënyrë, Zoti i shenjtë dhe i drejtë mundet të deklarojë që një mëkatar fajtor është shfaqsuar. Nëse dëshironi, dua që t'i ktheheni kapitullit të 3 të letrës së Romakëve. Kapitulli i 3 i Romakëve është një pjesë e rëndësishme e shkrimit. Këtu Pali shpjegon një të vërtet shumë të rëndësishme. Dëgjoni se çfarë thot Pali tek letra e Romakëve, kapitulli 3,
vargjet 23 deri në 26. Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Ne të gjithë kemi patur një problem borxhi me mëkatin. Shiko në vargun 24, se si jemi justifikuar, se si jemi falur ne. Por janë shfaqsuar, çfarë? Falas me anë të hirit të tij. Perëndishmëri dhe dashuri dhe mëshirë pavarësisht se çfarë meritonin. Nëpërmjet shpengimit, nëpërmjet blerjes që Jezus Krishti bëri në Kalvar, që është në Krishtin Jezus. Ai thotë se ne jemi justifikuar falas, sepse Krishti pagoi për ne. E gjithë kjo ishte dhuratë dhe neve nuk na mbetet më asgjë për të bërë. Nuk e kemi fituar me punë, dedikim apo lutje të gjata. Ai thotë se justifikimi ynë është dhuratë nga Zoti, është diçka që Zoti na jep me shumë dëshirë. Ai thotë nga hiri i tij, që është i motivuar prej dashurisë së tij, përmes veprës së Jezus Krishtit në kryq, që është pagimi i tij. Atë ka paracaktuar Perëndia. Në kryq e shtrin atë për të bërë shlyerjen ose si një sakrificë nëpërmjet besimit në gjakun e tij, për të treguar kështu drejtësinë e tij të Zotit për faljen e mëkateve që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndisë. Çdo të thotë ai me këtë, për të treguar drejtësinë e tij në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe shfaqësuesi i atij që ka besimin e Jezusit. Me fjalë të tjera ai po thotë: si mundet një njeri që është fajtor të deklarohet i pafajshëm? Nëpërmjet rrjedhjes së gjakut të Jezus Krishtit, kryqëzimit të tij. Ai thotë se në këtë mënyrë Zoti demonstroi drejtësinë e tij. Për shembull, nëse Zoti thotë, po them kështu, por në fakt nuk do ta bëj, do të bëj këtë tjetër, unë dhe ti mund të mos jemi kurrë në gjendje ta besojmë tërësisht një premtim të thjeshtë ose lutjen e përgjigjur, sepse nëse ai e shkel një herë ligjin e tij, mund ta shkel sa herë që të dojë. Në këtë mënyrë vërtetësia e tij vihet në pikpyetje. Nëse ai i shkel principet e tij, atëherë zgjidhjet e tij mund të vijnë kollaj në pikpyetje. Në mënyrë që të demonstrojë se është një Zot i drejtë, ai thotë se në dëmshurinë dhe durimin e tij i hodhi pas krave mëkatet e kryera më parë nga ne. Kjo nuk do të thotë as pak që Zoti nuk i pa të gjitha mëkatet tona para se të mbroheshim, dhe nga ky moment kemi një histori të ndryshme. Zoti nuk mund të injorojë mëkatin. Nuk ka as edhe një varg të vetëm që thotë se Zoti e injoroi mëkatin. Ai thotë vetëm i hodhi pas krave. Çfarë kuptohet me këtë? Ja se çfarë do të thotë. Për shembull, në Testamentin e Vjetër, kur një person mëkatonte, ata ishin të detyruar të sillnin një qengj. Qengjit i prihej qafa dhe gjaku derdhej për të shlyer mëkatin. A do të thoshte kjo se rrjedhja e gjakut të kafshës që sillnin ata e shlyente mëkatin? Jo. Kjo ishte vetëm një profeci. Kjo ishte pamje që skaliste Zoti në mendjen e këtyre hebrejve. Ai gjak nuk bëri asgjë për njeriu. Ishin ata të falur për mëkatin e tyre? Po, por bazuar në çfarë? Ja se çfarë ndodh. Tani më dëgjoni me vëmendje që të mos e keq kuptoni këtë që po ju them. Zoti fali çdo njeri nga këta shenjtor të Testamentit të Vjetër që erdhën tek ai. Ai i fali për mëkatet e tyre avans. A e kuptuat këtë? Ishte në avans, tamam si një lloj kredie që marrim në bankë. Si mundet Zoti të falë në këtë mënyrë? Arsyeja na tregohet më poshtë. Sepse në ato mira vjet, Zoti i fali bazuar jo në atë që ata bën, por në atë që do të bënte biri i Perëndis në të ardhmen. Kjo është arsyeja pse Zoti shikon gjithë kohën në këtë mënyrë. Zoti shikon nga fillimi në fund. Si rezultat, kur pa të gjithë shenjtorët e Testamentit të Vjetër të mëkatonin ndaj tyre, çfarë po bënte? Ai e dinte se këtu është një kryq. Dhe kryqi ishte gjithnjë atje në mendjen e Zotit. Kështu që Zoti u afali mëkatet, ndërsa ata ju bindën në sakrifikimin e një kafshe. Kjo falje nuk ishte bazuar në këtë veprim, por në atë që do të bënte Jezus Krishti në të ardhmen. Tani kjo është shumë e rëndësishme, dhe kur të vim pas pak te kryqëzimi i Jezus Krishtit, do ta kuptoni më mirë pse. Si rezultat ai thotë, Zoti i hodhi pas krave. Çfarë doni të thoshte me këtë? Kjo nuk do të thoshte se ai i injoroi mëkatet e tyre. Ai nuk i fshiu dhe tha, mirë, kjo tashmë i përket të shkuarës. Përkundrazi, të gjitha ndëshkimet dhe mëkatet u depozituan derisa erdhi Jezus Krishti. Tek letra e Romakëve, kapitulli 3, vargu 26, ai thotë: për të treguar drejtësinë e tij në kohën e tanishme, me një qëllim që ai të jetë i drejtë dhe shfaqësuesi i atij që ka besimin e Jezusit. Tani më dëgjoni me kujdes.
Si mundet Zoti që është absolutisht i përkryer, i shenjtë dhe i drejtë të justifikojë, të deklarojë të pafajshëm dhe të fshijë mëkatet e dikujt që është i zhytur në mëkate? Është djallëzor dhe i lig, ndërkohë që ligji i Zotit thotë tek Ezekieli kapitulli 18 vargu 14, shpirti që mëkaton do të vdes. Si mundet ta bëj këtë dhe të vazhdoj të mbetet një Zot i drejtë? Apostulli Paul po thotë, është vetëm një mënyrë, nëpërmjet kryqëzimit vdekjes së pritshme të Krishtit, që do të thotë se vdekja e Jezus Krishtit është pagesa për mëkatin. Në kryqin e Kalvarit, Jezusi pagoi për mëkatet e mia dhe të tuat. Me një veprim kuptim plot, borxhi i mëkatit tuaj u fshi për të gjithë ne që duam ta pranojmë këtë si pagesë dhe të pranojmë Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin ton personal. Tani do të doja të ktheheshim tek letra e parë e Pjetrit për një moment dhe të shohim ç'të thuhet aty. Vini re se çfarë thot ai në dritën e asaj që pam pak më parë lidhur me shlyrjen e borxhit. Dëgjoni se çfarë thot ai për Jezusin tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli 2, vargu 24. Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, që jo më gjatë të jetojmë me të dhe nën pushtetin e tij, të rrojmë për drejtësi dhe me vurratat e tij ju u shëruat. Zoti Perëndi i vendosi të gjitha mëkatet tona mbi të. Tani le të kthehemi për pak te kapitulli 5 i letrës së 2 të Korintasve. Shikoni me kujdes se çfarë thuhet aty. Jezusi duhet të merrte mbi vete mëkatet tona në mënyrë që Zoti të përmbushte qëllimet e tij. Ja se çfarë thot ai në letrën e 2 të Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Kur thot se e bëri mëkat, nuk do të thot se e bëri mëkatar. Nuk do të thot që Jezusi u bë mëkatar. Përkundrazi, ai është plotësisht i shenjtë, i pa mëkat. Kjo do të thot se kur Zoti e pa atë në kryq, pa të gjitha mëkatet tona. Por dëgjoj se çfarë thot ai. Ai bëri që ai që nuk njihte mëkat të bëj mëkat për hatrin ton. Si rezultat, unë dhe ju bëhemi të drejtë në sytë e Zotit, sepse Jezus Krishti që ishte i drejtë dhe është i drejtë, vdiq në kryq për mëkatet e mia dhe të tua. Kur e besuam atë si shpëtimtarin ton personal, ai jo vetëm që na justifikoi dhe na deklaroi të pafajshëm, por edhe na bëri të drejtë. Ai na veshi, na mbuloi me drejtësinë e tij. Kështu që është e drejtë, natyrore dhe normale për një fëmijë të Zotit të jetojë një jetë të shenjtë, të denjë dhe të drejtë përpara Zotit. Ai e ofroi këtë për ne, përmes Jezus Krishtit, që jeton brenda besimtarit në prani të frymës së shenjtë. Tani, sa herë që mendoni rreth faktit që tha ai në këtë pjesë, ai e gozhdoi dëshminë e borxhit, e zhduku atë që ishte një dekret kërcënues për ne, përmes gozhdimit në kryq, me fjalë të tjera, po thot, Jezus Krishti, që kishte të gjitha mëkatet tona, jo vetëm tuajat dhe të miat, por të çdo mëkatarit që ka jetuar ndonjëherë, u gozhdua në kryq për të paguar plotësisht borxhin ton, përfshi të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Ky është kryqi. Ja pse duhet të vinte Jezus Krishti. Ai erdhi të bëhet mëkat për ne, në mënyrë që ju dhe unë, që nuk mundemi të paguajmë borxhin e mëkatit, të mos u mbasim përjetësisht. Ai që nuk ishte asnjë borxh mëkati, mori mbi vete borxhin e mëkatit ton. Pagoi dënimin me jetën e tij. Si rezultati i dha liri çdo njërit që dëshiron të besojë në të. Për shkak të sakrificës së tij, ne mund të kalojmë përjetësinë me Perëndin. Tani kur thoni, shumë mirë, tani një nga këto ditë kur të vdes dhe të shkoj në parajs, këtë gjë do të them. Jo, nuk do ta thoni, nuk do të thoni asgjë, sepse më dëgjoj me kujdes miku im. Do të gjendeni ashtu siç ka thënë apostulli Paul tek letra e Romakëve kapitulli 2 vargu 1. Prandaj o njeri, je i pafalshëm. Nuk do të ketë mas një shvajsim për ju nëse e keni dëgjuar ungjillin e Jezus Krishtit dhe nuk e keni pranuar. Nuk do të ketë mas një shvajsim nëse e dini se biri i Zotit vdiq për mëkatet tuaja dhe vuajti në emrin tuaj, por nuk e keni pranuar si shpëtimtari në jetës suaj. Kujtoni para kujt do të qëndroni në ditën e gjykimit. I njëjti Krisht që la jetën e tij në kryq, që vuajti fizikisht, emocionalisht në çdo mënyrë duke mbartur mëkatin e njerëzimit, i braktisur madje edhe nga Zoti vet, do të qëndrojë para jush ditën
e gjykimit. Ai që vuajti për disa orë zemërimin e Zotit do të qëndrojë në fronin e gjykimit. A do të mund të gjeni ndonjë justifikim përpara tij? Jo. Do të jetë e pamundur. Dhe nëse vdisni pa të, nuk do të ketë shpresë as në anën tjetër të varrit. Japse javë pas jave, lutem e ju dhe i kërkoj Zotit Jezus Krisht t'ju falë mëkatet. Ju mund të thoni, çfarë duhet të bëj? Ja se çfarë duhet të bëni? Ju duhet të bëni të ndërgjegjshëm për mëkatin tuaj dhe të pranoni faktin se nuk keni mënyrë tjetër për të shpëtuar. Kryqi i Krishtit është e vetmja rrugë. Prandaj shkoni përpara Atit dhe i thoni: At, e di se kam mëkatuar kundra teje. Ndërsa e dëgjoj këtë mesazh, e di se kam injoruar birin e Zotit. Nuk e kam pranuar birin e Zotit. Unë besoj atë që thot Bibla se ti e dërgove atë në kryq dhe se ai pagoi plotësisht borxhin e mëkateve të mia. Me gjithë sinqeritetin e zemrës sime të kërkoj të më falësh mëkatet e mia. Unë vendos të besoj në Zotin Jezus Krisht. Unë besoj se ai është biri yt i përjetshëm dhe të kërkoj të më falësh mëkatet bazuar jo në ndonjë gjë brenda meje që është e mirë, por në faktin që ai vdiq për mua dhe sipas asaj që thatë tek Veprat kapitulli 16 vargu 31. Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh. Ju do të jeni të falur, të shpërblyer. Kështu do të ribashkoheni me Zotin dhe do të bëheni një me të. Zoti Jezus, Atë qiellor, unë vi përpara fronit tënd sot, të falenderoj që vdiqe për mua, për faljen e mëkatit tim. Unë të pranoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës sime. Të lavdëroj ty sot. Tani nuk është e thënë që të thoni patjetër të gjitha fjalët që thash unë, por disa gjëra janë të rëndësishme. Ju duhet të ndërgjegjësoheni për mëkatin tuaj, se kur shkoi në kryq, Jezusi pagoi borxhin e mëkatit tuaj plotësisht. Kërkojeni atij t'ju falë. Pranojeni faljen e tij. Dorëzojani jetën tuaj atij si shpëtimtarin tuaj. Tani më dëgjoni me kujdes. A ka ndonjë mënyrë tjetër për të shpëtuar nga borxhi i mëkatit? Përgjigjja është jo. Japse kryqi qëndron në qendër të fjalës së Perëndis, në qendër të universit. Ai është qendra e të gjitha kohërave, e së shkuarës, së tashmes dhe së ardhmes. Brenda kryqit shtrihet shpresa e vetme e njeriut, Jezus Krishti, rruga e vetme për tek Ati. Kryqi është shpresa juaj e vetme për falje dhe shpresa juaj e vetme për jetë të përjetshme në praninë e Zotit. Në programin e ditës së sot me Dr. Charles Stanley, ju nxiti t'i kërkoni Krishtit të largojë mëkatin tuaj sot. Merreni atë vendim. Pastaj bashkohuni në një kishë lokale që beson Biblën, edhe filloni të kuptoni hirin e mrekullueshëm të Perëndisë. Përmes birit të Tij, Jezus Krishtit, Perëndia na ofron jetën me bollëk tani edhe përjetësisht. Romakët kapitulli 6 na tregon se nëse do të ishim bashkuar me të në vdekjen e tij, ne me siguri do të ishim bashkuar me të edhe në rilindjen e tij. Romakët 6:60. Duke ditur këtë, se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit mund të jetë anulluar dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. Në fakt, ai që ka vdekur është shfaqsuar nga mëkati. Tani, nëse vdiqëm me Krishtin, ne besojmë gjithashtu që do të jetojmë me të, duke ditur se Krishti, që u ringjall prej së vdekurish, nuk vdes më. Vdekja s'ka më pushtet mbi të. Sepse në atë që vdiq për mëkatin një herë për gjithmonë, por në atë që rron për Perëndinë. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.